Mbrëm ishte një natë e mrekullueshme, e mbushur me këngë, valle, emocione dhe atmosferë të jashtëzakonshme. Pavarësisht motit me shi, publiku shihoi një koncert me këngë dhe valle, duke sjellur traditën e paraqitjeve të figurave të rëndësishme të estradës shqiptare para publikut tetovar. Me performancat e ansamblit nacional të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rudina Fest dhe këngëtarit Mahmut Ferati, publiku shihoi një spektakël që i dha jetë traditës, kulturës dhe shpirtit shqiptar. Për të ndjekur këtë eveniment, në sheshin e Tetovës të pranishëm ishin dhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili i shoqëruar dhe nga ministri i kulturës Sedat Sulejmani, kryetar të komunave dhe zyrtar të tjerë të lartë. Paraqitja në sheshin e Tetovës në kuadër të verës tetovare Tetovan Fest e Mahmut Feratit bashkë me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte vazhdimësia e koncertit jubilar të Mahmut Feratit Jeho kënga ime, i cili u mbajt më 15 maj në Pallatin e Kulturës në Tetov. Me të cilin koncert, për shkak të interesimit të jashtëzakonshëm, qendra për kulturë në Tetov ishte shumë e vogël për të pranuar të gjithë dashamirët e këngës së Mahmut Feratit bashkë me mysafirët e tij. Kemi një mbrëmje të veçantë në Tetov, ku është vazhdimësi e koncertit tim jubilar që e pata para një muaje, që kaluam jashtëzakonisht bukur, por ajo që e bëri koncertin pak si lloj rrëmuje kisha thonë, ishte publik shumë i madh edhe ajo është shkaku që sonte duhet ta vazhdojmë ato, t'u aplotsojmë dëshirën të gjithëve atyre që nuk ishin, s'kan mujt me i brenda. Unë çdo herë për Tetovën frymoj ma lehtë, e një vetën ma lehtë, jam krenar këtu, ajri ma i pastër, shari këtu, e ka atë dashurinë që ja po shyfet fryma e sharit. Do me thonë, vullneti është i madh që unë para ardashëve të Tetovar dhe ato që dojnë këngët time, jam çdo herë i gatshëm që të kontribuoj dhe ta jap. Derisa erdhëm te organizimet, a mendoni se ky organizim Vera Tetovare që të mbahet çdo vjet në Tetov? Kjo e ka një shtytje shumë të madhe për artin, përgjithësi për kulturën, përgjithësi shqiptare, që mbahet Vera Tetovare. Unë e falenderoj që ka gjetë mundësi kryetari që këtë eveniment madhështor për çdo vjet ta mbaj. Nuk është lehtë, goxha punë don, por Zoti ju ndihmoft atyre, pasi e dojnë që kulturën ta kultivojnë edhe në qytetin e Tetovës në çdo aspekt, qoftë këngë, qoftë vallëzim, qoftë naktrim, për gjitha ato që i mbajnë ju lum. Tetovan Fest dhe Rudina Fest. Në Tetov sollën Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën, Turqinë, Italinë dhe Kolumbinë. Ndryshe nga 20 deri më 23 korrik mbahet edicioni 6 i Festivalit Ndërkombëtar të Folklorit Rudina Fest 2026, i cili këtë vit bashkoi asamble dhe grupe artistike nga vende të ndryshme të botës nën moton One Rhythm, One World. Në festival marrin pjesë grupe nga Kolumbia, Italia, Kosova, Shqipëria, Turqia dhe Maqedonia e Veriut, të cilat prezantojnë vallet, kostumet dhe traditat karakteristike të vendeve të tyre.